Pse Shqipëria nuk feston zyrtarisht ditëlindjen e Skënderbeut? Më 6 maj 1405, në krahinën e Matit, lindi një nga figurat më të rëndësishme jo vetëm për shqiptarët, por për vetë historinë e Evropës juglindore, Gjergj Kastrioti, Skënderbeu. I lindur në një kohë të trazuar mes përplasjesh të mëdha politike e ushtarake. Ai do të bëhej shpejt prisi që do të bashkonte principatat arbërore dhe do të qëndronte për më shumë se 25 vjet kundër një prej superfuqive më të mëdha të kohës, perandorisë osmane. Skënderbeu është jo vetëm një emër në histori, por një simbol I qëndresës, bashkimit dhe identitetit kombëtar shqiptar. Dhe megjithatë, ndryshe nga sa do të pritej, data e lindjes së tij, 6 maj, nuk është shpallur ende festë zyrtare në Republikën e Shqipërisë. Kjo heshtje institucionale ngre një sër pyetjesh të dhimbshme dhe thelbësore për mënyrën se si shteti shqiptar e koncepton kujtesën historike dhe prioritetet e veta kombëtare. Ndërkohë që kalendari zyrtar përfshin 14 ditë pushimi shtetëror, mes tyre edhe festa të natyrës tradicionale apo fetare, si dita e verës apo shenjtërimi I Nën Terezës, figura gjithashtu me peshë të madhe morale. Mungon një datë që do të përfaqësonte pikërisht themelet e identitetit ton historik dhe politik. Nëse një popull matet nga kujtesa që ruan për të kaluarën, atëherë Shqipëria duket se ka zgjedhur të anashkalojë kujtimin më madhor që ka, lindjen e Skënderbeut. Në Kosovë dhe diaspor, panorama është krejt tjetër. Në Prishtinë, për shembull, 6 maj përkujtohet përmes aktiviteteve kulturore e historike, ecjeve simbolike dhe performancave që nderojnë figurën e heroit kombëtar. Në New York, komuniteti shqiptaro-amerikan organizon çdo vit panajirin Gjergj Kastrioti Skënderbeu, një ngjarje që e tejkalon vetë figurën e Skënderbeut dhe shndërrohet në një promovim të gjerë të kulturës dhe historisë shqiptare. Këto përkujtime tregojnë se shqiptaria jashtë kufive e kupton mirë se pa rënje nuk ka qëndresë dhe se historia është e vetmja që mund të garantojë identitetin në përballje me asimilimin. Pra, ndërsa Mërgata e nderon Skënderbeun si një flamur të përbashkët krenarie, Shqipëria zyrtare vijon të qëndrojë në një heshtje paradoksale. Nuk mungojnë as thirrjet për institucionalizimin e kësaj date. Intelektual, historian, figura publike dhe organizata shoqërore kanë kërkuar shpalljen e 6 majit si ditë kombëtare përkujtimore. Kanë argumentuar me fakte, me emocione dhe me arsyetim të kthjellët se përkujtimi I lindjes së Skënderbeut nuk është vetëm çështje historie, por akt vetdieje kombëtare. Kjo do të ishte një ditë që do t'i mësonte brezave të rinj për sakrificat mbi të cilat është ndërtuar kombi shqiptar, për guximin e atyre që nuk ju nënshtruan, për nevojën e bashkimit dhe për vlerat që duhet të mbrohen sot më shumë se kurrë. Por institucionet shqiptare, për arsyet që shpesh ngjajnë më shumë me konformizëm politik sesa me vizion historik, nuk kanë marrë asnjë hap konkret. Ka një mungesë të qartë të një politike të kujtesës kombëtare, një hezitim të pakuptueshëm për t'i dhënë Skënderbeut atë që ai simbolizon, unitetin dhe lirinë. Në kohë kur qeveritë evropiane investojnë në përkujtimin e heronjve të tyre për të forcuar ndjenjën e identitetit, Shqipëria zvarritet në një apati që mund të shihet si indiferencë, por që në thelb është një dëm afatgjat për shoqërinë. Në një epokë të mbushur me rrjedhje të vazhdueshme informacioni, me rritje të ndikimit të kulturave të huaja, me përhapjen e relativizmit moral dhe historik, përkujtimi I figurave si Skënderbeu nuk është vetëm një nevojë simbolike. Është një nevojë strategjike. Një popull që nuk njeh datat e veta themelore është një popull që nuk ka shtyllë kurrizore, që e lejon identitetin të copëzohet në një mozaik të paqartë. Shqipëria nuk ka luksin të harrojë. Dhe 6 maj duhet të jetë një nga datat që I përkujton se kush jemi, nga vim dhe për çfarë jemi ngritur. Për këtë arsye, është koha që Shqipëria të përballet me veten. Të zgjohet nga amnezia kolektive që ka përfshirë shpesh politikën e saj dhe të kthejë vështrimin drejt atyre që e kanë ndërtuar këtë komb, jo me fjalë, por me gjak, betejë dhe vizion. Të shpallësh 6 majin si ditë zyrtare nuk është vetëm një akt respekti ndaj një figure historike, është një akt emancipimi për një shoqëri që po kërkon rrugën drejt vetdijes kombëtare. Gjergj Kastrioti nuk është thjesht një hero I së shkuarës, ai është një mesazh për të ardhmen. Dhe në këtë të ardhme, heshtja nuk është më e pranueshme. Shqipëria duhet të flasë, të kujtojë dhe të festojë. Sepse një komb që harron lindjen e Skënderbeut rrezikon të humbas vetë arsyen pse ekziston.